Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Recetë e lehtë e thjeshtë e shëndetshme, përndryshe basmati, një cjoris shumë i mirë për ata që vuajnë diabetin. Për diabetikët është ampicilin. Rime tepër ide e mirë që të kom fëtu. Tepër ide e mirë, unë po pajtona. Dëshira ime më e madhe atëherë në radio. 25 vite të jesh në ekran është goxha kohë. Tash kur po e thu po më duket shumë. Jom të u marr për shkak që disa vjet edhe me trajnime për public speaking, për të folur para publikut. O sa mirë, kam një person që ka nevojë, shikues. Kur është këto orë të zallit? Çka të bën me mendua Gron Krasniqi? Kja është të tonë shikues 1, 2, 3. 1, 2, 3 shikues, gjithmonë e ka me cakin këtë nisje të emisionit me 1, 2, 3, a shkojmë? Shkojmë pra shikues, a? Kemi vetëm edhe 2 javë tjera deri në përfundim të këtij viti, në përfundim të kësaj sezone. Mirëmëngjesi gjithëve, nga do që po na ndiqni këto momente. Mirëmëngjesi diasporë, dhe pse diaspora na ka ardhur tashmë, a? Ma merr mendje që shumë nga ju keni ardhur nga atje ku jetoni për të festuar festat e fund vitit me më të dashurit e juaj. Në këto momente jemi live shikues edhe në kanalin tonë zyrtar Shija e anës në YouTube. Merrni telefonin nëse keni një televizor në shtëpi dhe dikush po shiqon diçka tjetër, na ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube Shija e anës. Like, follow, subscribe në kanalet tona, po ashtu ju ftoj të na bëni subscribe në Shijen e anës në YouTube dhe ajo çka doja të thoja është që na shkruani komente po pres komente nga ju në kanalin tonë zyrtar, na shkruani të na tregoni se nga cili qytet i botës keni ardhur tashmë në vendlindje për të festuar festat e fundvitit. Faleminderit krejt juve që keni qenë me Klan Kosovën dhe Shijen e anës gjatë gjithë vitit. Faleminderit që mi pëlqeni recetat, mi pëlqeni të ftuarit, më pëlqeni mua, më pëlqeni energjinë time dhe pëlqeni këtë projekt. I lumshin durët edhe Cakit, që është shumë i palodhshëm. Cakin e kam krah djathtë shikues nga viti 2012, besim Cakolli. E kam kështu, pa ato s'ka Shije të anës. Përndryshe, po du me i falenderu gjitha ta që mundësojnë shikues Shijen e anës, duke filluar nga Ciao Berto me kuzhinat më të mira në vend, Made in Kosova me çmimet më të mira dhe konkurruese po ashtu në vend. Franke, teknika më e mirë. Franke, që ka aspirator së më ka pëlqyer që të sezone dhe i kom thonë bashkimit parës, vile e pash blerimin, vllahun e bashkimit. Tash qysh bres ma heket këtë bojler. Ta disa kushton kjo. Përndryshe shikues nuk ka bojler, po aspirator. Po hyt se më ka pëlqyer. Më ka pengu diçish edhe në foto. Flom Flower Shop, që i jep se... Më falni, jam smut. Flom Flower Shop që i jep jetë emisionit tonë me lule. Shkoni Flom Flower Shop të Merita, një vajzë shumë punëtore, talente, me lloj shmëri të puqetave. Ponti Scotti Garofalo Monini, faleminderit për produktet italiane që i kemi nga Migrosi, me të cilat çdo javë kemi gatuar dhe i kemi gëzuar të ftuarit me dhuratat e produktet më të mira italiane në vend. Sot do të gatuajmë një pilaf, por para se të flasim për të ftuarin kemi edhe ujin Tepelen, ujin më të mirë shqiptar tash 30 vite në treg, bashkë me produkte tjera nga Argo Grupi që janë shoqëruar si pija e gazuar nga Krombacher me kombinime të shijeve, kolla dhe portokall, pastaj
vera babuna, kemi pasur sangrin, kemi pasur bajaderën, etjere. Faleminderit edhe një herë shikues që jeni me shienanës dhe për gjithë bashkëpunëtorët që e mbështesin këtë projekt. Kë kam sot të ftuar dhe për kë do të gatuaj unë sot. Epizodi 130 sot me një koleg timin i cili shumë më herët, mund të them që 10 vite para meje ka filluar këtë rrugtim në televizion dhe bëhet fjalë për moderatorin energjin tjetër pozitive se u hap. A u hap? Jes u hap. Për energjin tjetër pozitive të ekranit. Rreth 16-17 vite në emisionin e mëngjesit në Radio Kosovën. Rreth 16-17 vite në emisionin e mëngjesit në RTK, në Mirëmëngjesi Kosovë. Agron Krasniqi, vetëm pas pak do të na vite këshia anës, me cilin kemi shumë për të folur. Thonë se kush punon në emision të mëngjesit, plakët ma shpejt. Unë i kom pas veç 5 vite në mëngjes dhe ika. A është kjo e vërtet dhe çka mendon për këtë Agroni, do të na zbuloj vetë ai. Përndryshe kanë ardhur disa pyetje dhe komente për të. E pyeta, çka dëshiron me të gatu? Dhe shikues, ai tha, tha pa merak, tha se jo mysafir, tha i let, tha çka dush gatu. Tash Agron pa merak se gjithë të ftuarit të sezoni kanë pas të lehtë dhe i falenderoj nga zemra të cilët i ka thënë po ftesësime. Atëherë, sot për Agronin kam vendosur që të gatuaj oriz, jo risotto, se është ajo shakaja risotto, oriz më reko ka kjo? Do të bëjmë një oriz, do të bëjmë një pilaf. Pilaf ku do të fërgojmë një qep të vogël, përndryshe kam zgjedhur llojin e tipit të orizit basmati, i gjati, por e kemi venerën, e kemi jo krejt të zi, si sezonën kur e nisëm, po kemi më shumë të bardhë dhe pak të zi, arsyeja pse e mora këtë thar që të krijojmë pak laramani, një ngjyrë në pjatën tonë, dhe patjetër që kemi edhe 250 gram këpurdha të cilat i kam prerë më herët. Recetë e lehtë e thjeshtë e shëndetshme, përndryshe basmati njihet si oriz shumë i mirë për ata që vuajnë diabetin. Për diabetikët është ampicilin. Po shkojmë me një reklam dhe kthehemi shumë shpejt, mos ndroni kanalin, sepse me 2 fortere pranë meje do të fillojmë gatimin e pilafit që na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 15 minuta. Shikues, është momenti për super recetën. Recetë e lehtë e thjeshtë dhe shumë e shëndetshme. Mund ta shoqëroni anash me mish. Falni. Unë sot kam vendosur të bëj një pilaf alla vegetarian. Kemi këpurdhën dhe kemi qepën. Orizi që kam zgjedhur sot është orizi më i mirë italian nga Skoti i llojit Venere. E kemi basmatin të gjatin. Dhe kam vendosur që sot ta kem këtë të përziera, shatir, bardh e zi, do t'jetë më e bukur në pjatë. Kemi afër me 250 gram këpurdha të cilat i kam prerë ja kështu, të holla, së na ronje, ja. Dhe kemi një qep që e kam ngrirë të im, kemi gjalpin dhe kemi vajin më të mirë italian, monini, ja. Na iku, u harxhu shishja, u harxhu gati edhe sezona, shikues. Do të punojmë me 2 fortere. Pranë meje kam vluar ujin e kam lënë gati, sepse ju thash që nuk do të bëjmë oriz në furrë ose risotto, por do të bëjmë pilafin, pilafin e famshëm turk, po tash po them italian. Atëherë do t'i lëshojmë 2 pllakat e shporetit, do të punojmë me dyat. Tek njëra do ta fërgojmë, tek njëra do ta fërgojmë këpurdhën, ta largojmë anash. Dhe pasi të na zihet pilafi, krejt në fund do ta vendosim aty këpurdhën, do ta shihni tani procesin. Ja, pra pa humbur kohë. Do të vendosim vajin më të mirë italian monini tek 2 forteret, ja, u harxhu. Iku, ja. Duke kombinuar edhe nga një copë gjallë, pilafit i shkon shumë gjallëpa, do të vendosim ja kështu një copë gjallë, po ashtu edhe të këpurdhat, të shkojmë me një copë gjallë, ja. Atër do të punojmë me 2 fortere, me 2 duar. Me njerë pa humbur kohë, ta vendosim qepën, ku edhe do ta bëjmë orizen, ja. Ja, kështu.
Dhe tek fërtirja tjetër do të vendosim këpurdhat. Duken shumë, po kur piqen krejt e dim që këpurdhat kurren. Ja. Tek këpurdhat do të vendosim pak krip detit, si gjithnjë tek shijanës me krip detit. Gjithsesi edhe piper të zi. Ja. Përzim qepën. Do të presim derisa qepat na skuqet, po ashtu ja ku I kemi këpurdhat. Hajde cake. Do të presim edhe këpurdhat deri sa ta marrin ngjyrën e arta. Do të marrin ngjyrën kafe të hapur. E pastaj do t'i largojmë. Qepën e kemi gati. Këpurdhat marrin kohë pak më shumë. Kemi ende punë me këpurdhat. Tani do të marrim orizin. Është koha për orizin. Orizin më të mirë nga skoti venere. E kemi tipin basmati. I mirë për diabetikët, për ata që vuajnë nga yndyrnat. Super oriz me shumë vlera ushqyese. Ja pra, e kemi ngjyra. Unë mendova që dominon më shumë e bardha. Se në luk këtu po dominon e bardha, po jo po dominon I ka e zeza. Ja, pra, po të vendose... Besoj që mjafton. Pa krip. Piper të zi. Dhe, pa përzije mja kështu mirë. Ja. Dhe tani, do të shtojmë ujin. Kemi vluar ujin, ja kështu, jo shumë, pak nga pak, pra do të gatuajmë një pjatë, një oriz si tip pilafi, ku do ta mbyllim enën me kapak, sepse ajri do të kthehet brenda në oriz dhe do ta përshpejtoj zjerjen. Tani vazhdoj me këpurdhat. Hajde caki. Ja pra, kam fillu ta marrin ngjyrën e artë, por do t'i skuqim vetëm edhe pak. Do e ndalim tani këtë pllak shporetit tek këpurdhat, sepse janë gati, dhe do t'i largojmë tek ena ku I kishim më herët. Ja kështu. Dhe ja, o zët. Inhalim. Ja, pra, po shihet si ka fillu uji të shtjerrët. Do të presim edhe pak. Dhe pastaj do të shtojmë ende ujë. Pra, jo me njëherë. 1, 2, 3. Dreka nuk është ende gati shikues, por do t'i shtojmë vetëm edhe pak ujë krejt për fund. Nuk e di nëse caki mundet me marrë me kamerë, ja. Po shihet që uji pothuajse ka ikur, ja. Ja, dhe për herë të fundit, do të vendosim ja kështu edhe pak ujë. Dreka për 5 minuta është gati. Me njerë tek orizi, do të vendosim ja pra këpurdhat, cilat I kemi pjekur më herët, ja, edhe janë zbut tash për merak, ja. Ja, pra. O zot, çfarë dreke. Ja. Tani do ta marrim edhe një pjatë, edhe të ftuarit, edhe mu, edhe cakit, ja. Super dreka shikues për sot.
basmati, unë thash ma herët shatir, po i ka hub ngjyra edhe të bardhës. Një drekë shumë e shëndetshme, o zët. Që, bo, se harova milionë dhe cakit, që ka sot dush. Ja, o zët, fantastike, Ja, edhe për cakin shikua se mendoni që caki nuk hanë, po edhe caki hanë. Atëhere, kjo është dreka për sot, oriz dietal, sidomos dhe ju që jeni me dietë e ju që vuani diabetin, një oriz me shumë vlera ushqyese, venere nga skoti, thash kokrat e bardha u zhduken, kemi një qep të fërguar, kemi këpurdha që i kemi pjekur më herët, i kemi fërguar me gjallë dhe zilja. Erdhi agroni. Shkojmë t'ja hapim derën, ndërsa juve ju bëfshin mirë dhe pres një tag kur ta gatuani. Shkojmë t'ja hapim derën, mos bënohemi. Mirë mëngjesi Kosovë, mirë mëngjesi krejt juve që jeni duke shiku emisionin Shija e Anës. Këtu Shija që ka fantastike. Dhe më thonë, unë e kam pa emisionin prej shtëpisë edhe gjithmonë, si më thonë, kur i shisha mysafir duke i provu këto shijet e Anës edhe produktet e Anës, thësha, nuk e di po ja bojnë qefin. S'qen ka me qef, s'qen ka me hatër, po këto shije qen kanë fantastike. Dhe më thonë, unë nuk e di ja me prit anën, a me janis me provu me njëherë, po besoj, nuk e di ka me tona. A, besi. Nesja. Që e ki pirune. Okej. Fantastike, ja? Mirë mëngjesi Kosovë. Mirë mëngjesi, Ana. A pas na bodi qka? Fantasti. Shumë e mirë. Një oriz më ndryshe. Shumë ndryshe. A ka marrë pirune edhe one? Edhe kemi ma tregu, Hajde. recetën e marrë për emisionit, Gjithsesi. po kemi ma tregu produktin. Kjo është orizi venere e skotit, ka misë këtë sezon dhe gati po thuaj se po e mbyllim me këtë tip të orizit, apo e vrenqa? Shumë. A di që mundohet? Edhe kokra ndryshe. Hera parë që po ha në televizion. Me vërtet. Jo, nuk e di nëse ka ndodhë. A ka ndodhë se ndodhë? Ka ndodhë në program vitit 3. Po jo diçka. Në herë, po. Sa me provu diçka. Po tash atin gjithë kur i shën njerëzit të hangër në televizion, thëmë, se di, a lakmojnë ata që na shohin. Po krej ka mundësi me pregaditin. Ata e kanë vinë që e mësojnë recetën. Edhe mësojnë recetën edhe pregadisin. Mirë mëngjese. Mirë mëngjesi. Mirë se na kjo ardhë, kolik i dashur. Faleminderit shumë Ana. Kam knatësi që të kam të shi Anës. Faleminderit që i the, po, ftesësime. A di si, kur të ardhë në emision, thash aftësia negociuese e Anës ishte shumë e mirë. Edhe ti e kini aftësi negociuese se është aftësi kjo, me ditë me negociu dhe me ditë me vinë. Qa bona? Qa bone, nuk më le me mendu. Ti së më thea po vjen emision, ti veç më tregove kur e ki gjërimin edhe kur duhet me ardhë edhe detajet tjera teknike. Dhe më thonë, kjo është një aftësi që thjesht nuk më le hapsin me thonë jo, as nuk më le hapsin me mendu, edhe mandi une si njeri korrekt dhe i fjales që jam, absolutisht thash atë natë po, së më le normalisht me thonë jo, po edhe erdha me qefi më të madh, se unë emisionin e kam pa, edhe djelën shpet, si me thonë, tu e pi kafën, ose tu e hangër mëngjesit, ose pas mëngjesit tu e pi atë qajnë, pas mëngjesit e kom shikuar emisionin edhe më ka pëlqy shumë. Më vjen mirë që e këto. Edhe më pëlqen energjia jote, pëlqen muhabeti që bëhet në këtë shtëpinë tonë, banesën tonë këtu. Faleminderit shumë. Edhe ky spontaniteti. Edhe Se televizioni ka ndru, domethënë absolutisht edhe. Patjetër, kemi me fol shumë. Edhe mu më pëlqen energjia jote, Faleminderit. edhe pozitiviteti jot, dhe për atë arsye jetë këshia Anës, sepse dhe këshia në Anës edhe shikuesit i kemi pozitiv, negativat nuk e shohin këshia në Anës. S'kan çalypin. E as negativat zvinë këtu. Pas ka me u sheqeros shumë programe domethënë. Po, do të shkojmë me një reklam. Do të shkojmë me blokun e marketingut. Okej. Një. Edhe këtemi për me hangër të shikuesve më të ndrojnë kanalin. S'keni nevojë me ndru kanalin, shihni marketingun me njëherë më pas kremi këtu në këtë kandin tjetër të bisedës. Fantastike, Ana. Unë, a ke pas në mësafir që shto jo? E pora, mësafiri parë që kus, qa të me thonë kjo? dhe risa u kryrë reklama. Se njerëzit menojnë që unë e ha shumë pak. Unë nuk ha në ashtë edhe shumë, Okej. po ne që si pjate edhe mas dreke, edhe mas darke e kështë hangë. Po në në? Seriozisht. Filloj shikus sa? Po ta vej qefin. Shumë e shishme, shumë e mirë, edhe e letë. Me shumë shije. Filloj shikus, ka... A po ta mërë me angë, disa të janë isë. Më thash, o, kjo shumë mirë për mu? Po, unë e kom ma një lukë të shikus.
Se pis dim se jam që. Ja, po, valla. Unë e përfundova time, tash. Tash, adin, jetëm qitë pozit. Ja, s'po qas pozit. S'kom që e ngi. Jo, se e di që të pëlqeju shumë, e komentoj shumë Orizin. Po. Se i thash edhe unë shiku që, me të vërtet, Skoti e ka Orizin shumë mirë, po kjo venere, ky tip, e vrejte, kokrat që kanë materiale dhe shije, autentike, ndryshe. Shumë, edhe na në shpe përdorim Skotin. Po këtë se kam provu në herë, dhe vënd t'jemi sinqert. Ja u rekomandoj shikuesve kështu, fuqishëm. Tregoj sa shumë po shkojnë këpurdha. Shumë, kjo këpurdha po është kështu, këpurdha mbi Oriz, s'po dhe më qërshia mi torë, ja shumë. Po t'i ke dhe produkte e mira që përdora, edhe vajna, edhe... Qa ke qitë për mërbesave? Hajte i shojmë aty, po. Kemi një qep, piper zik krip, asë dhe diçka speciale. Kemi gjalpën edhe vajnë më të mirë, po, që e përmene moninin. Se gjithë shka kështu, është në venin e vetë. A pesha është ftof, po edhe ftof po. Edhe ftof po. Ashtu e thjeshtë. Për ndryshe, të shione se kemi ujnë më të mirë shqiptarë, ujnë të pelen. Nuk e di a ke pi ndonjëherë ujë të pelen. Nga Argo Grupi shikues të konsumojmë produkte vendore, të konsumojmë shqip, edhe me pi ujë sa më shumë. Gjithmonë. Ka musafira që thonë pi shumë pak ujë ose edhe familjarë edhe shoqëri, unë e pi shumë. Edhe unë e pi. Pin ujë shumë? Edhe unë e pi, po. Si e nisë emisionin e mëngjesit? Me kafe pa kafe? Kohët e fundit, në fakt, po pritoj me qitë kafen. I kam aparatin, po jo në këto, jo kohët e fundit, nështë në këto disa vitet e fundit, e nisi me një smoothie që e bëj, mëngjes, edhe mandej, tash po e marrë dhe një termos me një qaj, kryesisht e marrë me një qaj, kështu boronice kuqe, edhe një termos pak maj madhe se kjo gota, edhe po bën gati deri në fund emisionit, edhe ujë në emision. Sa fëmijë po agrone? 3 fëmijë? E kam një djalë, 2 vajza. Sa mirë, pas ke vajza. I kam 2 vajza. A gatuam babi për vajzat, për fëmijët. Po. Që shiki punë ka kuzhina? Me hangër, po 2 ka zhurë. Me hangër di mirë, me zjedh di mirë. Nuk ka që nuk gatuj, po, se më thonë, e kom grunë që është mjeshtër e kësaj punë, nuk më blenë shumë me u përzi ka kuzhinën. Një mëj i asistoj, nuk pritoj, dhe më thonë, nuk jam prej aty në meshkujve, burrave që thojnë nëse nuk e kam dikon në shpinë, nuk di me gatu, unë di me gatu, gjindem, edhe gatuj. Qa? Po, qa, brusketat i bëj mirë. Filozofi, brusketa. Po dhe nejsim, ne pasta bëj. A bën pasta, Po, bëj pasta, po ta shadin si është, Ana, dhe më thonë, unë kam përshtypje që veç aj që nuk dënë. Se ti me videot YouTube, në YouTube, me këto videot e tua, dhe më thonë me këta përbërës që i kje shkoni blenë edhe nuk e bon është asë Ana, po e bon i drejk. Ndo shte e bon edhe ma mirë? Po nuk i di, po është, jo, kam përshtypje që është kjo puna kuzhinës është edhe punë... Dora. Unë shumë ati për 16 vjetë gatu. Po pra, kjo është edhe për kushtimi, është dashnia, është masa, gjithë shka. Po, kure ko marë gudzimin, me bo emision të gatimet, kom thonë, çfarë vendimi kom marrë, nuk kem kuzhinjera, as nuk kom kryj shkolla, as nuk kom restoran, as nuk kom punu në restoran. Kom pas shumë stres. E kam potencu disa artë të shia që shia për mu ka qenë shkollë. Edhe unë inspirohem nga YouTube, edhe shka vetja, diçka që shto, kjo me këpurdha, ishte shumë spontane. Hajta është mos ta përdori i mishin, shkoj me një pjatë vegetariane, kemi vegetarian, që po na shojnë të momente, dhe janë një drejt për ata sot. Shumë e mirë. Shumë e mirë, shumë e shishme, me shumë përbërës, edhe me të ngi mirë. Ata hajmë dhe shqe që nga kanë gjeni. Hajmë dhe këta, po në ta shti ta mora edhe një të 4 të në gjysë më nësa. Anis po mirë. Edhe ta ku më hili se mi ke dhonë mu këpurtat, shumicën e këpurtave. Ti jemi safiri, për ty është gatu thej. Edhe kemi në thanjën e mirë, shqiptare, që shpia është e zotit edhe mikut e mësafiri. Këtë thanje edhe këtë mesazhe kanë pas, edhe gjyshrit tonë, edhe babalar tonë, edhe si janë do parime, kështu filozofi popullore, edhe do parime të popullit tonë që unë menej që nuk do një kur për i modës. Do të një pasë gjithmonë parasysh. Edhe me instalu edhe të fmi tonë, edhe të generatat e reja. E kanë, se rritën në qasë ambienti, po si nuk du të me haru atëm. Një vlera. Vlerat kanë fillu me hu, po? Po të zgudzojnë. Po zgudzojnë, e vërtet. Një dhurat nga Ciao Aberto, 20% ullje, qka do që të pëlqen Ciao Aberto vjen në vetë me grunë, i ke pa afat të vauqera. Okej, super. Dhe 25% ullje nga teknika franke më e mira, po ashtu në Ciao Aberto. Super. Kur të ato në zemra?
Shumë faleminderit. Po të lojmë edhe këtë një 2 piruna e ka shikus, dhe të shkojmë me blokun e marketingut. Faleminderit për dhuratat tona, shumë faleminderit për dhuratat. Përsa, mirë se na ke ardhur. Me shumë kënaqësi. Kemi më fal. Kohë grip nave kohë këtohis. Po që unë as dimit zvesh na mira, se që cumak që të si vera me që. Do të shkojmë marketing shikues, Agron Krasniqi, kolegu i moderatori nga Mirëmëngjesi Kosovë, e kemi këto. Për rimet tepër ide e mirë që të kom fëtu. Tepër ide e mirë, unë po pajtona. Edhe mu po pajtona. Edhe të pajtona. Po pëlqen. Të ty shikues po shkojmë me reklama me stilin tënd të Agron Krasniqit dhe kthehemi për diskutuar me të. Të veçantë që do të potencua jo. Kreti kom të veçanta, e kemi Tepelenën, e kemi Skotin, Moninin, Garofalo, Franke, hajde. Edhe atë që më pëlqen të ndërruar shikues, shumë të respektuar shikues. Ju e dini unë gjithmonë e them edhe në rrjetet e mia sociale, edhe në televizion herë, si më thon, kur ja thot dikush që ka një imazh të ruajtur është shumë e rëndësishme me i besu. Edhe në këtë rast anës unë i besoj, sepse i besoj imazhit të anës edhe i besoj produkteve që ajo i vendos në tryezën e vet, e mandej këto produkte na i rekomandon edhe neve. Kështu që edhe unë po i rekomandoj këto produkte edhe hajde shohim bllokun e dytë të marketingut apo jo, në kuadër të Shijaon. Edhe kthehemi shumë shpejt në Sandrin kanale. Më shpejt se që mendoni. Shkoni shpejt një kafe, një çaj, merreni edhe hajde një. Unë kam nevojë. Shikues, të rikthyer nga bloku i marketingut, është momenti për të realizuar intervistë dhe për të freskuar në këto temperatura të ulta, por pijet e gazuara pije në çdo stin të verës. Agron nuk e di, a ke pi ndonjëherë nga Kromba, herë din që janë birat i kemi provuar qet. E di, po, sigurisht. Por një pije ku është një mix mes kolës edhe portokallit. Gjithë kemi provuar kështu në shtëpinë e vet. Kështu kombinime vetë si fëmijë. Kombinime na duke si fëmijë që po bëjmë një koktel gëzuar. Inshallah për çan, më pa pëlqyer shumë. Po, hajde po provoj. Mirë se na ke ardhur. Hajde. Më knaq. Shumë shije. Në emision me qenë syt xixa. Po dashur me marr për mëngjes, nuk është bashkë për mëngjes, po. A vetë pëlqen? Ndonjëherë shumë e mirë. Ja, e mirë. Ishje shumë mirë. Edhe freskuesa. Po shumë. Po të them edhe një herë mirëmëngjese, po të falenderona nga zemra që je tek Shijaonës. Ja ti je një moderator, një fytyrë që edhe në hala pa punu në ekran, të kom pa ty. Që ti je një 10-11 vite para meje në ekran. 25 vite të jesh në ekran është goxha kohë. Tash kur po e thu, po më duket shumë. Që si ku do në halobe këtë zanat? Se di sot jo sot jo nesër meta. Qashtu e do një mid, jo sot jo nesër, po? A din se është, do më thonë unë ja kum nis e përmendë, 25 vjetë, do më thonë me 6 nëntori kom bo 25 vjetë në RTK, po ja kum nis, se më thonë në media me njerë pas tuftës. Në vit, unë isha student në vitin 99, që faktikisht në shtator kom nis me punu në Radio Rilindja tërë. Ka pas qenë gazeta Rilindja edhe me lejë dhe radion. Edhe mandej thjesht po e dëgjoja në radio edhe kërkoni një moderator ose gazetar, shkova, aplikova, ju pëlqeva, atëherë dhe fillova me punu. Kom punu një 13 muaj. 13 muaj, 14 muaj nashta në radio, për mu ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme radioja, si një i ri, me shumë entuziasëm atëherë, edhe thjesht unë kom qenë, po më nej, jo modestisht, po ta them shumë punëtor. Edhe si më kom dash gjithçka me provu brenda radios. Kom provu edhe terrenin, se unë kom nis si gazetari terrenit. Krejtë kemi nis ashtu Po, është mënyra më e mirë me nis një karrierë. Edhe kush e nis karrierën fillimisht si gazetar, padyshim që është një moderator shumë i suksesshëm. Absolutisht, unë mendoj që karriera duhet me unë gjithë shkallë. Kom nis si gazetari terrenit, mandej kom punu paralelisht edhe në studio, edhe atë cila ka qenë dëshira ime më e madhe atëherë në radio. Me dështu dikush mos me ardhë program natës që me dalure. Sa nice. A nuk ka përcu? Ja, po shumë herë. Gjithmonë kam qenë i farë gjokeri, si më thonë, që kom pas mundësi me bota zomë edhe një kronik, edhe një historie për, nuk e di, për një çështje politike, edhe një emision artus, edhe një program të natës kontaktus.
në atë periudhë ka qenë shumë të popularizuar, jo vetëm në atë periudhë, disa vite mrapa, emisionet kontaktuese, sepse ka pas shumë pak media. Unë alë mas luftës. Edhe radio. Hajde radio, thirrën telefon, këtë kemi bu këto. Edhe njerëzit e kanë pas një qef, kështu një dëshirë të jashtëzakonshme me thirr, me komunikum me moderatorin e radios, thjesht me uni edhe ai dikushi që po flet në radio po i dëgjohet zëri. Ishte viti 99 deri në 2000. 1999. Po, deri në 2000. Ora edhe emisionit që ti po të fatë shkove, hajde ta nisim, si e nisi emisioni? Në emisionin të e natësa? Po që e ke zëvendësu dikon. Aha, tash po do me thona, kom harru. Kom harru, atëherë ka përshtypje që kom bo, se më thonë, gjithmonë e kom pas një farë rrjedhshmëri në komunikim, mendoj, edhe gjithmonë kam qenë spontan. Po që kom nisë, nuk e di. Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, uroj që t'jeni mirë në ambientet e juja, uroj që jeni rehat aty ku jeni sonte përmes valeve të radios, ja u pas kam harru valet e radios. 95.7 po e them, për shkak ka Radio Kosovë, do të flasim edhe do të komunikojmë së bashku. Po radioja edhe që e konit mirë, Ana, se dia ke provu radion? Kom provu si eftume, jo me utreq. Ta jep një energji, një energji mirë. Edhe po absolutisht edhe zoni del ndryshe. Edhe zoni del ndryshe. Po nuk e di. Po njerëzit për shkak bën të përshtypje shumë atë kur shkojnë në dyqan ose kur shkojnë dikon edhe njerëzit se radion e kanë pas aty, duke dëgjuar. Edhe si më thon kur e përshëndesje edhe ngrisnin kokën edhe shishin. Ti a jeti ai radios. Do të thonë atëherë s'ka pas Facebook edhe se tash radios pak a shumë i ka humb magjia se ata moderatorët e radios janë edhe podcast tash, atë shej kanë bërë me kamera etj. Prandaj ka humb pak ajo magjia e radios. Po mandej televizioni për mu, kur në vitin, RTK ka nisë në vitin 99, mandej në vitin, ka nisë me 2 orë programe dhe po zgjeroi me skem programore nga 2 orë në 4 orë dhe ishte një staf shumë i vogël atër kur shkovorën. Krejt stafi menaxhues kanë qenë të huaj ndërkombëtar. Drejtori general për shembull Richard Lucas ka qenë anglez, edhe krejt drejtorët e nisive kanë qenë të huaj. Edhe për mu, si thonë, nuk e di, ishte një ëndër se disha a ka me realizu në herë me dalë në televizor. Isha edhe hadë në radio e kisha ndonjë pak të mirë për kohën, që një djalë shumë i ri. Po mandej televizioni ishte komplet diçka tjetër. Ishte një ëndër që kom pas gjithmonë. Aplikova, u pranova, i kalova disa teste, edhe mandej prapë edhe aty në edicionin e lajmeve, po shumë shkurt sepse, si më thonë, filloj me u zgjeru skema programore, edhe po ta them një diçka, i kom thonë edhe Linda Shalës. Linda Shalën e kom pas producente lokale, ekzekutive, programeve, argëtuese, edhe Linda po më thotë, një ditë ti duhet me dalë në televizion, në studio. Unë e mora pak a shumë si më thonë, s'bëlqeu. Okej. Se si më thonë, me atë, nuk e di, me nej atëherë që gazetari je veç nëse punon të re. Edhe mu më pëlqente gazetaria të rejnë shumë. Unë fillova punë lajme. Asu s'kom pas planet moderimit, po mandej Linda tha jo, tha është edhe ka vendosur edhe drejtori general, edhe ti duhet me dalë në emision, edhe kom pas nisë në emisionin në atë skemën, si më ngushtë programore, në atë pakor program që transmetoheshin, e kom pas emisionin një mbrapa Prishtinë. Prej vitit 2000 deri në vitin 2004, një emision që ka qenë super i popularizum, super i shikum. Mandej, nuk e di nëse duhet me vazhdu radhazi. Jo, s'ka lidhje ka shumë, po du me thonë, edhe u bënë 25 vite, 25 vjet, po. Ti e ndes që në këtë thi, nuk po dhja i lym flok, se po që shumë pak mjekra, këto në gjyra jote. Ka nisë do, edhe po vjen mirë që ka nisë diso. Apo s'është kurgjë, po ka nisë do. Okej, si ki flok të lyme, si ki të lyme. Jo, se kësha pas probleme të regu, po për shembull vjen mirë që ka nisë këtu diso, sepse, edhin që e kam qime shumë zezë, edhe njerëzit se më thonë, edhe para, deri nështë para 1-2 vjetë, as mjekrë s'kam pas. Sa interesant. Edhe njerëzit kanë vu bas që i lynë edhe flokët edhe mjekrë, gjasa, si ly, nuk e di ndonjëherë nëse kam menduar, po aktualisht jo. Bio. Tash, që 16-17 vite, pjesë e emisionit Mëngjesit në Mëngjesi Kosovë në RTK, thonë që kush u të heqë emisionit e Mëngjesit, flakja është më shpejt, shumë e kanë thonë edhe jashtë, se dush mu zgjoherat në ora 5 etj. Ti e ki një plus që nuk ke nevojë me i hup një orë për grim edhe flak, po si zgjohesh i krej pak flak vishësh dhe del. Po prapë e ke atë përgjithësinë se të dush me flajt herat për me qenë i pushushëm sepse ata të presin. A di se thomana, janë bo, se unë veç të thëmë shpejt deri te Mirë Mëngjesi Kosovë, se i kam edhe një 2 cikle të emisioneve që du me të regu që për mu ka qenë shumë të rëndësishme. Mas me mrava Prishtinë e kom pas një cikl arena, cikl debatesh. Arena, kemi diskutu gjithë shka, do është një prej debateve të para në televizionet tona, jo politike. Kemi diskutu për fenomene, tema shoqërore, kulturore, gjithë shka tjetër, përveç politikës. Edhe kom një emision me shumë qef. Arena ka qenë një 3 vjet program,
edhe kam një emision Dhoma pa kthim, ka qenë një emision kështu me një mysafir, edhe ka pas një target audiencë shumë të caktuar, si thonë, kemi pas parasysh një target audiencë, si thonë, të ngritun, sepse mysafirët kanë qenë të ati kalibre dhe qëllimisht është bo ai program. Po paralelisht, edhe me Arenën, edhe me Dhoma pa kthim, unë kam qenë në programin e mëngjesit. Si më thonë, thash që kam qenë një farë gjokeri që më kanë gjuhë, si më thonë, kam pas mundësi me i kry disa punë. Unë e kam marrë jo si lodhje atje, jo si shfrytëzim, po e kam marrë si diçka pozitive. Edhe mandej i zaventsoja, kur shkonin ose pushime, ose në ditë caktuar dilsha në program. Mandej me tani shkova përkohësisht derisa ta bëj një projekt tjetër, edhe u dashurova me mëngjesin, komeqenja, se di sakt kur është kështu data, momenti, por janë një 16-17 vjet që jam çdo ditë në program mëngjesit, edhe është një energji shumë e mirë. Është një energji e mirë edhe është programi i parë që hap skenën programore televizive. Vendin tonë nuk është që i japin shumë rëndësi mëngjesit, po të jemi sinqert, je fytyrë pozitive e mëngjesit agron, shumë pak fytyra pozitive të na përcaktojnë që të udhëheqin emisionin e mëngjesit, sepse unë 5 vite vetë kom udhëheq, edhe të pyeta a pin kafe në mëngjes, unë as kafe nuk pisha, e qaq hiperaktive në mëngjes, më shkrujshin a kipina i sana, sa e gjallë, dhe më vetë energjia. E vërtet. Në qofë se nuk je pozitiv, nuk je për mëngjes, sepse mëngjesi është kyçi, është kryesori. A di si e thonë ana? Zakonisht vendin tonë i ka ndonë për parësi emisioneve në ko prime ose mbyllje, skemës programore, po jo hapjes. Nuk është investu shumë në emisionet mëngjesit. Se unë mendoj që agronin mëngjes rreth kë, do të me pas një toster që atë, do të me bo një vonë syri diçka, me prit një musafir me një kifle ose me një diçka. Gjithmonë e kom ndruat studjen e mëngjesit me një dritare. Unë të lakmova të ke kuzhina jote. Po prapë se kom një dritare, të pak të në shapu, se dërsta jemi futën mëngjes, ka qenë duke ra borë, ka dalë djellin as e kemi ditë. E vërtet. Apo kupton? Në herë dalë prej studios veç sa me e pa, me u bindë. Se u thonë, besom, të ajo pauza lajmeve. Unë e thëmë në këta që po e thuti, Ana. E vërtet, mëngjesi do fytyra pozitive. Në orën 7 për shkak njerëzit zgjohen prej gjumit, edhe sa janë zgjuar prej gjumit. Ata ka nevojë, dikush bëhet gati për shkollë, dikush bëhet gati e lëshon televizore. Nuk do të thonë që dikush s'ka flajt. Dikush s'ka flajt mirë, po dikush do thjesht me ndëgjuar informacionet e para dhe me pa diçka pozitive. Jo gjithmonë edhe neve na ndodh mos me flajt mirë, edhe neve na ndodh me qenë të lodhur, edhe neve na ndodh diçka. Por ti në orën 7:00 duhet me harru krejt ato dhe me nis me energji. Me menu për shikuesin. Absolutisht. Ti je psikologu. Me menu për shikuesin që është atje në koltukun e vet edhe po të përcjell. Unë kam pas shumë gafe, ka pas shumë raste. Çka ke pas ti një ngjarje, një ndodhi? Po, që do e kam problem. Me na tregu një. Na e kemi Rësimën në redaktorën. Rësimja që është një kështu motor i programit mëngjesit. Edhe Rësimja për disa vjet i mbledh ato, se në fund vitit i mbledh ato gabimet. Tash nuk e di vitin e fundit ndoshta ajo po i mbledh ato gabimet. Nuk janë gabime, unë nuk e quaj gabime. Janë gafa simpatike, do thonë ilshim në diçka. Teknike etj etj. Po, do diçka, po nuk e di ka situata nga më të ndryshme tona. Tash kur më thot dikush nuk ndoshta, po me fllazën për shembull i kam më të mirat. Që kemi qesh, ka ndodhur që vërtet kemi qesh me fllazën, me delfine patjetër, me alketën patjetër, me të gjitha kolegët, absolutisht kemi shumë kështu situata të mira, po tash ç'a bojmë për shembull edhe me përvojë, kjo vjen me përvojë, po unë thash ka ndru televizioni. Sot domethënë, nëse dikur një gaf që sot e bojmë ish konsideruar një diçka e madhe, sot konsiderohet normale. Ose kur gjohet. Ose gati thjesht, po tash edhe varet edhe prej përvojës, qysh din ti çat gafin, hajt po e quaj gaf, nuk e di çfarë mund të qenë, me rikthy edhe me paketu në çat formë që edhe për shikuesin me dal atraktive. Është një farë, po e them, mjeshtrie edhe në çat aspekt, sepse ndodh normalisht na jemi 2 orë gjysmë live, edhe mundet me ndodh gjithçka. As tu ka bu bajat, shikuesit po shohin tash me kthena, ja ku e ke kamerën sakin. Çfarë bëtu shikuesit, çfarë? Unë kam një dert, unë nuk më ka bu bajat puna, unë kam një dert nëse ju kam bu bajat shikuesve. Kjo është brenga jam, derti jam, nëse ju kam bu bajat shikuesve, po mandej, si më thon, kanë herë i marrim disa konfirmime shumë interesante. Ndodh që, si më thon, lodhemi ndonjëherë, ndodh që kemi ndonjë mendim ndonjëherë që
thjesht aja vlen me I kushtu kohë më shumë, sepse po shkon koha, po shkojnë vitet edhe 25 vjet nashta janë mjaft. Për ndryshe, unë e quaj karrierën time, si më thonë, po uroj që s'po dal shumë jo modest. Po si më thonë, e kom nis prej gazetar në terren, kom pas emisione jashtëzakonisht të suksesshme edhe si më thonë që 25 vjet në ekran. Nuk ka diçka që më ka mbet pa bërë në televizion. Kom udhëheq edhe spektakle, kom udhëheq manifestime, kom udhëheq koncerte pafund, kom udhëheq evenimentet më të mira, më të mëdha që RTK I ka organizuar edhe institucione tjera, edhe absolutisht në punën e prezantuesit nuk mbetet me rak asgjë, se jam I plotësuar. Çka mbetet me rak? Po fillimisht e ke një dhuratë nga Argo Grupe, e ke një vend të kuqes dia e adhuruesi verës. Jo, patjetër. Po me grunën shpejt tash për festat fund vitit, babuna nga Tikpeshi. Okej, hajde t'ja japim. Mos e hap që tash të tani gruaja e pive vet. Me anën, po e pive me anën. Je boft mirë? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ti që ke një koqire mirë. Të lutem. Firma shpesh. Po, çam pyetën çat mbetën me. Jo, unë kam shumë pyetje për ty për me fol për ty do 2 epizoda, e 2 epizoda nuk kemi. A jemi keq me kohë se unë po foli shumë ashtu? Jo, fol, ti tamam puna, po më duhet me thonë që nuk e kemi emision 120 minuta, por kemi 6 minuta me marketing. Ti varet për teje. Sido që ti. Ti drejtuesja. Të bëft mirë, meqense po thu që ke bëu shumë emisione se sa morë guximin me dal vetë I pavarur vetë. Që po ndal unë për shkak. Bravo qoftë ty. Tash a di si, domethënë veç të them, nuk është se komenu, secili prej neve e menojmë. 6 muaj pushim në vit. E vërtet. Edhe vetë 6 punon. Po, domethënë do na nisi me fol me ty më seriozisht edhe nashta kalojmë. Jo, e komendu shumë ana. E komendu shumë shpesh, si më thon, mas pare komendu nëse ja vlen me ndru komplet profesion, komplet, si më thon, me ndru punë. Po. Edhe mandej unë jam I lidhur me këtë punë, jam I lidhur me kamerat, jam I lidhur shumë me studion. Edhe a din ku e vrej më shumë, kur jam një javë pushim, edhe një 10 ditë ose maksimalisht, s'm ka ndodhur për këto 25 vjet me pushu më shumë se 10 ditë nështë maksimumi. Edhe vrej që në ato 10 ditë që e pushimit mu mungon. Edhe kom qef me qenë aty. Unë s'po të me lo. Jo, e di. Po them, jo, këtë punë me bo diçka tjetër unë në bëj, për ndryshe prej pse maj men kur veç një punë se kom pas. Gjithmonë kom pas edhe punë tjera, aktualisht për shembull, a guxoj me thonë, që jam të u marr me po patjetër. Jam të u marr për shembull që disa vjet edhe me trajnime për public speaking, për të folur para publikut. O sa mirë, kam një person që ka nevojë shikues. Edhe kur I del ai kamerës, o them se foli kamerës si më shiqu mua. Kup krejt. Kome e sjellte ti. Ja pra shikues, nëse ju jeni njëri ndër ata, hajde prani marketing nga Agron Krasniqit. Nëse jeni ju njëri ndër ata që jeni të suksesshëm, jeni të zotët në atë që e bëni, por e hezitoni atë ta flisni në publik, e kemi Agronin. Se pas na ditë Agron. Jo, Agron KRASNQ. Po në Instagram po përdryshe. Se e kanë marrë ata tjerë. Po e kanë marrë më herët. Ka shumë Agron Krasniqa. Po, në fol Akademi e Komunikimit në rrjetet sociale, ne I bëjmë disa trajnime, unë personalisht jam I fokusuar të folunit para publikut, të shumë interesante ana. Si më thonë, në punë është me qenë suksesshëm nëse nuk e jap si komunikuese. Është ABC-ja e secilit profesion. Jo veç neve që dalim para publikut, por edhe atyre që edhe një mjeku, edhe një arkitekti, edhe një ekonomisti, një juristi, një njeri të biznesit, kujt do të qoftë duan këto trajnime. Mirë, për privat, po më thu, po më stimulon. Ja, dosh. E duna me bona ashtar. Gjynave 28 ditë në vjetë mi pas pushim. Po të. Edhe me punu që 25 vjetë për një rrugë. Jo, unë që 5 vjetë. Je pa vonë. Ama ndëgjon. Ama unë e kam një... Ti ki shansa që dhe ti e ki këtu një rrugë. Okej. Po je vetë. Po të. Mandi e bom pushime që shdojnë te. Ama e bojmë një marrëveshje. A I ndojmë sponsorët. Po mëre. A I ki sponsorët shashtë fort që mujnë me dhanë diçka dhe për mu? Jo, janë shumë të mirë. Okej, hajde, le ta konsiderojnë në të. Ka nërë disa komente nga publiku pyet. Kemi komente dhe ca pytje. Hajde. Do t'i lexojmë. Më kanë harxhu letrat. Sa shpejt po shkoj kam emisionit e ti? E, çashtu. Edhe, kjo muhabeti si në shpejt po pëlqen. A vesha? Edhe energjia e shtëpisë. Sa herë zgjona në mëngjes, kur ta ndezi të vën, ndelzani I këtina. Mirë mëngjesi Kosovë, ha. Okej, s'me di kush e ka thonë. Dikush? A s'ka lidi. A din si është, a duna me thonë diçka? Po tjetër, jo. Ka njerëz tash që mu më duken që janë mosha ime, se unë tash kur po them 25 vjet, më duhet vetja që sa vjet do bon, po Po mandej ka njerëz që më thonë, jam rrit me ty. Edhe unë tash në mendjen time I them, po ku rrite me mua ti je sa unë. Po mandej po harroj që ta zëm nëse kur I ka pas ai 7 vjet, nëse më ka shikuar mu prej atëherë, I bie që sot që 25 vjet I ka 32 vjet.
Dhe më thonë, nëse ai veç 7 vjet i ka pasë, më ka pa ndonjëherë në ekran. Ka plot njerëz të tillë që më thonë, realisht të shoh që sa vjet edhe këto komplimenta, atë them diçka shumë sinqerisht. Dhe më thonë, këto komentet e mira që i marr për njerëzve, këto majnë shumë të lidhur me profesion. Se nuk është paga, realisht paga në RTK është një pagë që mundesh me marrë nëse punon kamarier në një restoran. Edhe ma shumë bile ata marrin. Me bakshishe na e kalojnë shumë. Po do të thonë nuk është paga që mund mban në RTK, është energjia, është dëshira për profesion, edhe është absolutisht dëshira edhe dashnia, unë i them me i shërby publikut. Unë se pas në ditë asnjëherë që je ka qëllit me televizionin, me ekranin, okej, je fytyr, po sepse kur po flet tu, po e shoh sa entuziast dhe me emocion po flet. Bravo. Sa shpesh të thrasin Agji Agron? Varet, për shkak nëse janë mosha fëmijëve të mi, më thirrin shumë shpesh. Po të tjerët jo shumë. Nuk pe din ca ke po u krye emisionin. A u krye? U krye. Besoj niso. E u krye. A kalove mirë? A u krye kështu? Okej. U krye. Super mirë. S'po besam shikut. Hajde bëjmë edhe një epizod pas vitit ri. Okej. A kalove mirë? Shumë mirë, super E mirë. di që ka shumë për me fol, ke? S'ka lidhje. Po herën tjetër, pse? Unë foli çdo ditë në televizor, po foli me tjerë, edhe foli për tjerë. Shumë harroll për veten. Edhe me thënë drejtën kam pas plot kthes apo i kolegëve gazetar, prezantues me shku në për emisionet e tyre, nuk kam shku, ka shumë pak emisione në të cilat kam shku. A da pyesim pse s'ka shku edhe pse ka ardhur te one. Pse kam ardhur te ti se s'u mle me menu. Edhe më ka pëlqyer emisioni, më ka pëlqyer energjia jote. Edhe ky spontaniteti yt, mohabeti që ti e drejton edhe din me bu mohabet me bisedues. Mendoj që përvoja e bën vetën. Unë s'kam përfundu gazetari, hiç nuk kam kryer juridik. Më herët i përmend disa gjëra se kemi kalu disa teste. Unë veç e kam pa vetën. Që jam 4 kamera. Nuk do të thonë hiç. Ja. Si më ka plot raste të tilla në botë. Kështu që po kalova shumë mirë. Unë po vjen shumë mirë, por unë do të lëshoj më një herë sepse dëshira ime është ta mbyllim emisionin bashkë. Okej. Si dy bashkë moderatorë. Okej. Edhe si dihet në dashira anës sezon tjetër me Agronin bashkë. Kur si dihet, kur mos thuaj jo. Kur mos thuaj jo. Kur. Shikoj, po shkoj me bllokun e fundit të marketingut. Kemi harru me këthy orën e zallit. Hajde po ta lo ty. Madje po ta bëj pyetjen këtë për fund pas na harru. Ktheje. Okej. Kemi këtë orë të zallit. Në muajin prill, 4 vite i bën shija, 4 i bën edhe kjo. Okej. Ka shpëtu sa thy. Okej, bravo. E pas ki rruj shumë. Po, kur është këtë orë të zallit? Çka të bën me mendua Agron Krasniqi? Se di, sa herë kom pa, ndoshta si fëmijë ka bërë shumë përshtypje. Se ka edhe një farë forcë në scenario që analizon hipnotizuese. Si më thonë, paka shumë një farë meditimi, po e dëgjoj, edhe nëse sheh, koncentrohesh, mandej edhe futesh në qatë botën e brendshme. Qatë bën me menut, ndoshta varet prej cilit kanë edhe cilës perspektivë po e sheh jeta, që po ecë, po shkon, do të kap hapin, momentin, edhe me qeni dobishëm. Unë jam shumë se ka shumë qef që njerëzit me shfrytzu potencialit e veta, me qenë të dobishëm. Por ato që i kanë si kapacitete, si potencialit veta. Po shkon një ta shpejt si pas teje? Po varet mandej, si thonë, i ka disa periudha. Duket herë po shkon më shpejt, herë është stabile. Varet duket, si thonë, edhe prej asaj se çaj merr jetës. Edhe sa i kënaqur me jetën, me të arriturat, me ato që ke bërë. Me ato që ke planifikuar është edhe që e ke arritur. Kosovë kohën e fundit, gjysa jetës më na shkon trafik ai vrej. E vërtet. 3 orë kam hupur në son trafik. Në disa pika kam qenë, i kam grumbullu 3 orë, kjo është tragjedi. E vërtet. Po shpresoj që 2026 shumë interesante ana. Na e kemi një pamje drejt për drejt prej studios, e kemi një kamerë prej radios, prej kati 8-9 të radios, edhe shohim bashkë aty te katedralja dhe ai udhkryqi më i ngarkum, ndërma ngarkum Prishtinë. Po sa herë bin, kur është koha e qetë, ka vetura, po çarkullojnë. Po sa herë bin, ndoshta pak riga shiu, njerëzit i marrin vetura. Edhe e shoh që trafiku, kjo është absolutisht gjithmonë ndodh. Trafiku si mon ngarkohet shumë më shumë kur njerëzit nuk e di, tutën që nëse lagën, kush e di çapo. Kështu që edhe me që ka roshi sot. Ju bin vlog të tokë. Agron Krasniqi, kemi me shkuar marketing. Diaspora po na shese
Si tham dy fjalë për diasporën, çfarë bëhet diasporës? Unë kam një lidhje. Edhe pse kanë ardhur një pjesë e madhe tash për festa politik. Hajde. Unë kam një lidhje shumë të veçantë me diasporën, bjen koqa shpesh me shku me i taku edhe në për organizimet e tyre, në për eventet që i kanë ose me prezantu ose me shku me përgatit ndonjëherë në reportazh ose thjesht edhe me i taku. Për shembull në mëngjes kemi ndoshta diasporën shikuesit më stabil. Absolutisht njerëz që janë të lidhur shumë me neve, na dërgojnë fotografi edhe lidhen na përcjellin e kaj. Edhe vërtet, si vëllëm, janë bashkëdhetarët tonë. Unë mund pëlqen me i quajt bashkëdhetarë, se është adhëju i përbashkët që e ndajmë me ta. Kështu që vërtet janë njerëz jashtëzakonisht të mirë, jashtëzakonisht se më ndonjëherë na i dim vlerën shumë më shumë se këtu njerëzit që na i dim vlerën, edhe vërtet është një aset i jashtëzakonshëm që kemi. Marketing, një blog duhet më madhon në programin tim, se 3 blogë shumë janë. Marketing. Nuk e di nëse keni provu, shikues të nderuar, këtë pije, vërtet që nga fantastike. Unë e thash edhe më herët kreti kemi bërë, po më në tonën një koktel me Fanta, me Coca-Cola, kjo që nga një mix që po ta jep një shije interesante. Kështu që ja u rekomandoj. Hajde, e kemi markete. Gjitha marketet e Kosovës shikues e gjeni Kruambahër spejt si garant. Shqiptor, nuk e di. Ja, për festat fund vitit tash me ndru pak. Shumë e mirë. Shumë ndryshe. Shikues, për falenderoj Agroni që ishte pjesë e emisionit. Zakonisht na çdo epizod kemi dhurata edhe nga Migros me produkte më të mira italiane. Kom gjen paqese sot, po i zgjella disa produkte kështu për shefi për Agronin. Më tha që i pëlqen pikantja, këtu e ke një vaj munini, e ke alio e peperoncino, domethënë e kemi specin edhe e kemi hudrën. Kjo e mirë për alio, olio, për shembull pasta për salata, oriz, çka ke dëshirë ti. Çfarë dush po? E ke nga Skoti një risotto milaneze me shafran, e ke me shafran. Shafrani e dim që është më i shtrejtë se ari zhikues. Pakkeri, pastat më të mira italiane Garofalo. Atë shumë i ka pëlqy ky oriz, se ka te fruktu, ka bajagione shumë pak këmzi. Nuk kom nga Venere, pra me 2 llojet e orizit gjyrave. Kështu po ta dhuroj. Faleminderit shumë. Edhe recetën e njëjtë. E provojmë shpejt. YouTube, po edhe ju boft mirë. A e po në shikues, ndoshta kanë qef me po. Ai u ke treguar, se po kam që më u treguar aty ne. Faleminderit që ishit me shijen e anës. Faleminderit që ishit me Klan Kosova, ju do të vazhdoni që ndroni me Klan Kosovën sepse kemi laramanit emisioneve në Klan Kosova. Faleminderit Flom Flower Shop, faleminderit pra Garofalo, Monini, faleminderit Skoti. Shkoj pyti shikues, faleminderit. Unë dosh në pi çaj sot. Ciao Berto, Franke. Argo Group me super pijet, shkonin Veternik në showroomin e Argo Groupit dush me shku. Krejt druash, sa llojet venave të pijeve, ngel pa tekst. Pra babunën ja dhuru Agronit, edhe sot kemi pju i të pelen, ngeleti me kanaq, po që e kam qenj edhe një ku me ta pru. Po, okej. Që me vete. To ala për vitin e ri. Ja, pra edhe një. Qa për gjithu shikuzve, do të ikim janë festat e fund vitit, jemi pëthuaj se edhe 2 javë në përfundim të dhjetorit dhe pas taj nisim edhe vitin e ri 2026. Qka do t'i thua shikuzve që përna shohin? Unë, sigurisht, Ana faleminderit shumë ty, dhe para, vërtet u kënaqja sot dhe kalova një mëngjes shumë të mirë me ty, edhe me shikuesit e tu, e di që ke shumë shikues që të përcjellin vazhdueshëm. Shikuesve ju them që vërtet e paqet një vit edhe më të mirë se ky. Viti 2025 nuk ka qenë shumë vit i mirë për neve. Kemi pas shumë turbulenca, kemi pas shumë zhurmë, kemi pas politika mua ka shkatru sezonën. Para mendoj që sot e kisha bërë emision mbregdet. Fund gushtit më kry sezona që ka pas më kry fund qeshore. Me të vërtet mu ka gërdita, ma ka ngërdit politikan. E vërtet, nuk e di nëse ata po e kuptojnë që është bo tepër. Jënë bo pak paftura. Janë shikuesit që vendosin edhe që mundën me tregu, por në fakt edhe e kam edhe një vrejtje për televizionet, sepse po e kanë ma lirë, e kemi parasysh ne si punojmë në televizion, sa ma lirë kushton një debat televiziv, po i kemi harru programet e natyrave të tjera. Prime time duhet të qenë shumë më mal, shumë Si lëramani. dikur bre, jo politik. Absolutisht, le tjetë politika në një ditë caktuar, po jo në secilin natë mundshme, sepse vërtet e kemi lodhur edhe shikuesit. E paqet një vit të ri të mirë, edhe shëndeti parazitash. Kjo është më e rëndësishmja. Gjithë mirat, mirupafshim. Juve ju dalë të rruga para vitit të ria. Neve inshallah na del të rruga. Unë e kam një ide. Apo shkojmë që po të ndihmoj. Hajde një 3 drejka e kryva. Po, edhe apo shkojmë me fika një kafe. Shkojmë me kafe. Shkojmë.
Shikues, po shkojmë me pika një kafe me Agronin edhe ju bëni një kafe atje ka do që jeni. E shihemi të delën tjera, dërsa ju takoni me Agronin nesër, a kemi se nesër e hane? Nesër, në hanë po. Po, në mirë më gjesi Kosovë, kaloni bukur. Gjithë mirat.